Jeni më lajmet shëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Arlinda Sejdiu. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor për këtë edicion informativ. Nën Tereza bëhet Shën Tereza, Vatikani mbushet me personalitetën nga mbarbota, Papa përcjell mesazhe paqeje. ITU pret që Kosova e Serbia të merren vesh për kodin telefonik, mbetet e paqartë se kur do të zbatohet marrëveshja. Kosova së shpejti në organizatën botërore të tregtisë, Qeveria është në fazën e finalizimit të dokumentacionit për aplikim. Inspektimet për mbrojtjen e mjedisit përcillen me telashe, vetëm 13 inspektor për kujdesën për ruajtjen e ambientit. Nënë Tereza nga sodë Shën Tereza, shenjtërimin e saj e ka bërë Papa Francesku në sëlinë e shenjtë në Vatikan. Në fjalën drejtuar mira të pranishmeve, Papa ka thënë se kjo punëtore pa lodhur e mëshirës na ndihmoft që të kuptojmë që kriteri vetëm jetës është dashuria ndaj të gjithëve, pa dallim gjuhe, kulture, race apo religioni. Në letnicë të vitis në moshën 17 vjeçare e nisi një mision të shenjtë. Lidhja e saj me kishën e Zotin filloi qysh në moshë të ri, por i mjaftuan 2 muaj që të qëndrojë në këtë vend e të bindet për misionin që i dha vetes. Qysh në vitin 1948, kur dhe shkoi në Indi, veshi këto rroba tradicionale, sari, e që ishin simbol i varfrisë. Agnes Gonxhe Bojaxhiu në vitin 1950 e krijoi urdhrin e saj Misionarët e Bamirësisë, i cili edhe sot udhëheq shtëpitë për fëmijë të braktisur, njerëz të varfër dhe të smur. Më 17 dhjetor të vitit 2015, Papa Francesku i ia njohu nënës Terezë edhe mrekullinë e dytë pas të parës disa vite më herët. Gjithsesi shërimin e jashtëzakonshëm të një njeriu brazilian që kishte ndodhur në vitin 2008. Njohja e mrekullisë së dytë nga seria e shenjtë i hapi rrugë shejtrimit të humanistës shqiptare. Edhe përkundër këtyre mrekullive, ajo gjithmonë nuk hezitoi të tregojë se prej nga vjen. Me gjak jam shqiptare, me nënshtetësi indiane, edhe pse me besim jam katolike, e i përkas njerëzimit, por nga thelësia e zemrës i përkas Jezus Krishtit. E ky portret i nënës Terezë është që nga viti 1979, vit të cilin ajo e fitoi çmimin Nobel për paqe në Zvicër. Udhëtimet e shumta ndërkombëtare të nënës Terezë ndihmuan shumë për të përhapur fjalën e misionin e saj. Ajo vdiq më 5 shtator të vitit 1997 në Kalkuta të Indisë, ku edhe shërbeu për shumë vite. Nga e djela e 4 shtatorit, 19 vjet pas vdekjes, ajo do të thirret Shën Tereza. Shejtrimi i saj u bë në selinë e shenjtë në Vatikan në prani të mbi 100.000 personave. Mesha filloi me leximin e biografisë së saj. Papa Francesku tha se nëna Terezë është angazhuar në mbrojtje të braktisurve nga jeta. Angazhimet e nënës Terezë kanë bërë që zëri i saj të dëgjohet nga Zoti. Ka thënë ai. Sa tua dorëzoj këtë grua mbar botës, një punëtore pa lodhur e mëshirës na ndihmoft që të kuptojnë që kriteri i vetëm jetës është dashuria ndaj të gjithëve pa dallim gjuhe, kulture, rase apo religioni. Nën Terezës i pëlqente të thoshte se ndoshta nuk flas gjuhën e tyre, por mund të buzëqesh, të bartin buzëqeshjen e saj e t'u adhurojmë veçanërisht atyre që vuajnë dhe atyre që kanë nevojë për mirëkuptim e butësi. Rreth 600 gazetare, 125 reporter televiziv janë akredituar për të përcjellur këtë event të rëndësishëm. Ceremonia e shenjtrimit të nënës Terezë si dhe mesha e fesës së shenjtorës Tereza është transmetuar direkt nga qendrat televizive e Vatikanit, si dhe 20 televizione të ndryshme në përballë, përfshirë dhe televizionin nga Kosova e Shqipëria. Si rallëherë kjo ngjarje ka bërë bashkë përfaqësues nga të gjitha trojët shqiptare, pa marrë parasysh përkatësinë partijake. Madje nga Kosova shumë përfaqësues të popullit kishin shprehur interes të ishin pjesë e organizimit më të të parë ndonjëherë në nder të një shqiptarie. Një natë para ceremonisë së shenjtërimit të nënë Terezës në Bazilikën Shën Palit në Vatikan, në organizimin e Kishës Katolike të Kosovës është mbajtur koncert. Aty performoi artistja shqiptare Inva Mula, ndërsa me violin luajti mjeshtri Shkëlzen Doli. E nën përcjelljen e tij me violin performoi edhe Rita Ora. Krerët më të lartë shtetëror dhe përfaqësues të pozitës o opozitës pa përjashtim u bën bashkë në koncertin e madh në Bazilikën e Shën Palit në Vatikan në vigjilje të shenjtrimit të nënës Terezë, njëkohësisht 90 vjetorin e vdekjes së saj. Në këtë organizim nuk munguan as klerikët fetar të feve tjera. Në fjalën hyrëse i Zot Dot Gjergji, i peshku i Kosovës, dha një historik poetik për jetën dhe veprimtarinë e nënës Terezë. Në shenjtërorën e kishës Letnicë,
hyu pa një filist të njom të dashurisë së tij, që ishte rrit në rrënjët historike të kishës tonë, mbi trungun e djegun të popullit tim. Këngëtarja me famë botërore me prejardhje nga Kosova, Rita Ora, dhe ambasadori i paqes, njëherë ishte dhe ish kapiteni përfaqësuesës shqiptare Lorik Cana, bën hapjen e koncertit për nder të shenjtrimit të nënës Terezë. Përderisa Rita vetëm në fillim foli në gjuhën shqipe, më pas përkthyese pati Lorikun. Zonja e Zotrin, motra e vëllezër, mirëmbrëma. Zonja e Zotrin, motra e vëllezër, mirëmbrëma. Në vigjilje të shenjtërimit të nënës Terezë, bijtë e gjakut dhe bish shpirtëror të saj, jemi këtu për ta nderuar dhe falendëruar për jetën dhe veprën e saj madhore në dobi të më të varfërve në botë. Për më shumë se 90 minuta për nder të nënës së shqiptarëve u dha një koncert e u recituan vargje të shkruara nga ajo. Koncerti u hap me zërin magjik të sopranos Inva Mula. Aktorët e filmit Shok të nominuar për Oscar, Lum Veseli e Andi Bajgora recituan poezi të Gonxhës. Take time to think. Gjejko të mendosh, gjejko të luash, gjejko të qeshësh, është burim i fuqisë, është fuqia më e madhe mbi tokë, është muzika e shpirtit, gjejko për të luajtur, gjejko të duash dhe të duhesh, gjejko të japësh, është sekreti i rinisë së përjetshme, është privilegj i dhënë prej Zotit. Gjithmonë kam në zemër popullin tim shqiptar. Zotin lut shumë që paqja e tij të vijë në familjet tona, në zemra dhe në botë. Tenori Ramlahaj mahniti me zërin e tij të pranishmit sikur më parë, të gjitha interpretimet përcilleshin nga Filharmonia e Kosovës. Edhe violinisti me famë botërore Shkëlzen Doli performoi në këtë koncert, e po ashtu në përcjelljen e tij me violin performoi edhe Rita Ora me What Child Is This, në orkestrimin e Shpëtim Saraqit, interpretimi që u dirigjua nga Bujar Llapaja. What child is this? Who lay to rest? Koncerti për nder të shenjtrimit të nënës Terezë ishte organizimi i Kishës Katolike të Kosovës. Pas shenjtërimit të nënës Terezë, shumë nga krerët institucional kanë vlerësuar larg të akt. Sipas tyre, shqiptarët i kanë dhënë botës një nënë të dashur dhe një simbol të paqes së humanitetit. Shqiptarët i kanë dhënë botës një nënë të dashur për të gjithë popujt, një simbol të dashurisë e të paqes. Kështu vlerësohet nëna Tereza nga krerët më të lartë të institucioneve të cilët kanë marrë pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të saj. Presidenti i vendit Hashim Thaçi ka thënë se nëna Tereza i dha botës një mrekulli që me rrugën e saj fisnike ishte simboli i mirësisë dhe mëshirimive tive më të mira njerëzore. Sot bashkë me shenjtërimin e nënës Terezë u shenjtërua edhe prejardhja e saj shqiptare. Shën Tereza, nëna e gjithë botës, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook. Në ceremoninë e shenjtërimit të nënës Terezë mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai në rrjetin e tij social Facebook ka shkruar se shqiptarët tashmë kanë shenjtorin e tyre që do të prijë në përsosjen e vlerave shpirtërore, morale e humane. Shqiptarët tashmë kanë shenjtorin e tyre e cila do të vazhdojë të na prijë në përsosjen e vlerave shpirtërore, morale e humane. Bota mbar ka simbolin e shenjtë të dashurisë, besimit, humanizmit, vetmohimit, ka shkruar Mustafa. Krenar me shenjtërimin e nënës Terezë është shprehur edhe kryekuvendari Kadri Veseli. Shën Tereza dhe trashëgimia e saj tashmë janë shenjtëruar. Misioni i saj buroi nga ndjenja më fisnike, mbrojtur në lashtësinë e traditën e popullit ton, solidarizim me të pafuqishmin, kujdes për të pambrojturin dhe dashuri për të përbuzurin. Nga sot ne dhe gjithë bota i përkulimi jetës dhe veprës së saj në dobi të njerëzimit, është shprehur Veseli. Shenjtërimi i nënës Terezë është vlerësuar lart dhe nga krerët opozitar. Nëna Terezë u shenjtërua sot. Ajo personifikon dashurinë, përkushtimin, vetmohimin e sakrificën, të gjitha këto në funksion të ndihmës ndaj të varfërve, të nëpërkëmburve, atyre që bota e harron që nuk i sheh. Nëna jon njoh që nuk i harroi, por jetoi me ta, dhe kështu i bëri të dukshëm i ktheu në botë, e ne na bën krenar. Por edhe ne na detyron të shikojmë sikur ajo, ka shkruar lideri i vetvendosjes Visar Ymeri. Të marrim të gjithë nga pak nga shenjtërimi i saj, kështu ka theksuar i pari i AAK-s Ramush Haradinaj dhe ai nisma për Kosovën Fatmir Limaj.
Nëna Tereza, simboli mirësisë së përbotshme, e lartësuar ku s'ka më. Shenjtërimi i saj është lartësimi ynë. Ajo me veprën dhe me shpirtin e saj bëri shqiptarët të jenë më të njohur, më fisnik dhe më të mëdhenj në gjithë globin. Të marrim të gjithë nga pak prej mirësisë së saj, ka thënë Haradinaj. Gjaku ynë po shenjtërohet, humanizmi dhe mirësia janë personifikuar te emri i saj. Sa krenar që i takojmë këtij kombi që ka dhënë këto personalitet të përmasave planetare. Të marrim të gjithë shembull nga vepra e saj, ka shkruar Limaj në Facebook. Fjalë të mëdha për nënën Terezë ka dhënë edhe ish-presidentja e Kosovës Atifej Jahjaga. Ajo ka thënë se sot ka qenë një ditë e rëndësishme për të gjithë njerëzimin. Agnes Gonxhe Bojaxhiu, të cilën e njohim si nëna Tereza e Kalkutës, u bë zëri atyre që nuk dëgjoheshin nga askush, u bë shtëpia të cilën ata nuk e kishin dhe u bë një dritë shpresë e cila ishte fikur për shumë kë. Me qeltërsinë dhe mshurinë dhe devotshmërinë e saj, ajo siç citohet nga bashkëpunëtorët e saj në misionet bamirëse, bëri gjëra të zakonshme me dashuri të jashtëzakonshme, ka thënë Jahjaga. Në vitin 1979, nëna Tereza ishte dekoruar me çmimin Nobel për paqe, ndërsa ishte lumturuar nga Papa Gjon Pali në vitin 2003, pasi që Selia Shenjtë kishte pranuar së falë ndërhyrjes së mbinatyrshme të saj, ajo kishte shëruar një grua indiane. Mirë po, shenjtërimi i nënë Terezës ka bërë që krerët më të lartë institucional të shkelin protokollin shtetëror të Kosovës. Presidenti, kryeministri dhe kryeparlamentari kanë qëndruar në selinë e shenjtë në Vatikan, megjithse ligji nuk e lejon që ata të jenë jashtë vendit në të njëjtën kohë. Asnjëri nuk pranoi të qëndrojë në Kosovë ditën kur nënë Tereza u shenjtrua në Vatikan nga Papa. Të tre, presidenti Hashim Thaçi, kryeparlamentari Kadri Veseli dhe kryeministri Isa Mustafa shkuan në selinë e shenjtë në Vatikan për të përcjellur ceremoninë e shenjtërimit, pavarësisht se ligji nuk e lejon që ata të jenë në të njëjtën kohë jashtë shtetit. Këta të tre e shkelën protokollin shtetëror. Ligji për protokollin e shtetit të Republikës së Kosovës saktësisht krijoi 4 flet për ceremonialin zyrtar të autoriteteve të larta të shtetit, edhe financiar që është në koordinimin e liderëve gjatë udhëtimeve jashtë vendit. Protokolli i shtetit vihet në ndjeni paraprakisht për çdo lëvizje të personaliteteve kryesore, presidentit, kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit jashtë shtetit. Vizitat bashkërendohen në mënyrë që të mos jenë të trajtuara njëkohësisht jashtë vendit. Arsyeja pse protokolli i shtetit që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme e që merret me të gjitha përgatitjet e vizitave brenda dhe jashtë vendit të zyrtarëve të lartë shtetëror, përfshirë edhe ministrin e Punëve të Jashtme, është që vendi të mos mbetet në vakum institucional. Kjo pasi me Kushtetutën e Republikës është e qartë se kush çfarë kompetenca ka në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore, trazire apo gjendje të ngjashme të paparashikuar. Përveç këtyre tre zyrtarëve të lartë, askush tjetër nuk mund të jap urdhra që mund të zbatohen. Sipas Kushtetutës, nëse presidenti i pamundsohet marrja një vendimi apo urdhri për shkaqe objektive, atëherë kompetencat kalojnë te kryetari i kuvendit. E në rast se edhe ky nuk mund të ushtrojë detyrën, atëherë ato barten te kryeministri. Tribuna Channel gjatë gjithë ditës është munduar të kontaktojë me pjesëtarë të zyrës së kryeministrit dhe zyrës së presidentit, por nuk janë përgjigjur pyetjeve tona. Drejt Vatikanit kanë udhëtuar edhe liderë të tjerë nga Shqipëria. Njerëz nga mbar globi sot kanë përshëndetur e vlerësuar lart shenjtërimin e nënës Terezë. Disa prej tyre kanë qëndruar në Prishtinë para shtatorës në sheshin, i cili i mban edhe emrin e saj. Ata thonë se çdo qenie njerëzore do të duhet ta ndiqte shembullin e saj. Jo të gjithë kanë shkuar në Vatikan për të përcjellë shenjtërimin e nënës Terezë, por edhe pa shkuar atje, shumë qytetarë vendase të huaj nuk i kanë kursyer fjalët e mira për të shenjtën e re. Ky fotoreporter nga Australia thot se para 2 ditësh ka qenë në memorialin e nënës Terezë për ta falendëruar atë për të mirat që i ka dhënë njerëzimit. Teksa i shpalos fotot nga memoriali, ai flet për kohën kur ka qëndruar në Kalkuta, pikërisht në vendin ku nëna Terezë ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj. This is Mother Teresa here. Ja shikoni, këto janë foto nga memoriali nën Terezës, këtu kam edhe Dalai Lamën. Sa po kuptova se ajo sot po shenjtërohet, është diçka e madhe. Tani po e kujtoj edhe kohën kur kam qëndruar në Kalkut, të gjithë ata fëmijë të varfër nëpër rrugët e qytetit. Johnny nga Irlanda thot se vjen nga një vend ku nëna Terezë është shumë e veçantë për popullin e tij. Yeah, it's good. I'm from Ireland, so Mother Teresa is very special to us. Vi nga një vend ku nëna Terezë vlerësohet lart, e veçanta e saj ka qenë përballja e saj me varfërinë e Indi. Ju jeni me fat që i përkisni një kombi prej të cilit vjen edhe vetë nëna Terezë. Yes. Është regjisor nga Japonia, ai thotë se është shumë i emocionuar që sot kur po bëhet shenjtërimi i saj, është i rrethuar me njerëzit e kombit të cilit i takon nëna Terezë.
I'm Japanese. In Japan, Shumë njerëz në Japoni din dhe njohin Nën Terezën. Mendoj se ju jeni njerëz të mirë dhe jam krenar që sot edhe kur po shëntërohet Nën Tereza, jam para bustit të saj. Bër edhe një foto këtu. Kur të kthehem atje, do t'u tregoj për shqiptarët. Ai thotë se është këtu për të falenderuar për gjithçka që ka bërë ajo për njerëzimin. I just talked to my friends before few minutes. Pak minuta më parë isha duke u shpjeguar miqve të mi historinë e Nën Terezës. Unë di gjithçka rreth saj, gati gjithçka, dhe sot jam këtu për të falenderuar për gjithçka që bëri për njerëzit e varfër. Almost everything. Thotë se emri i saj është një emër i madh për shqiptarinë. Bile thotë se Nëna Terezë është emri i dytë më me rëndësi kombëtare. Po mas Skënderbeu s'kemi njëri më të madh, mendoj. Ai vjen nga vendi ku Nëna Terezë kaloi pjesën më të madhe të jetës së saj, si ambasadore e vullnetit të mirë. Ai ka edhe një mesazh për të gjithë njerëzimin. People should follow her. Mendoj se çdo qenie njerëzore do duhet t'i ndiqte hapat e saj. Nëna Terezë është e njohur kudo në botë si një nga gratë më humaniste, e cila ndihmoi në shërimin e fëmijëve të sëmurë dhe atyre që kanë pasur nevojë për ndihmë. Komisioneri i BE-s për politika të fshinjësisë dhe negociata të zgjerimit Johannes Hahn ka thënë se afati kohor për liberalizimin e vizave për Kosovën është i paqartë pasi siç ka deklaruar ai, ende varet nga vendimet e saj. Hahn tha se kushti i Kosovës për demarkacionin e kufirit me malin e Zi nuk është përmbushur dhe ritheksoi qëndrimin se tani çdo gjë varet nga vetë Kosova. Në një intervistë dhe në Radio Evropa e Lirë, komisioneri Hahn tha se në krahasim me Kosovën, dy vende të tjera në paketë Gjeorgjia dhe Ukraina i kanë përmbushur të gjitha kushtet dhe pritet që në vjesht të marrin dritën e gjelbër për liberalizim të vizave. Komisioneri Hahn ripërsëriti qëndrimin se Kosova duhet të përmbush kriteret e përcaktuara mbi të gjitha ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me malin e Zi për të hapur rrugën për liberalizim të vizave. Nuk dihet se kur Kosova do të ketë në pronësi kodin shtetëror +333. Serbia po bën kërkesa shtesë jashtë atyre që janë përcaktuar me marrëveshje. Ndërkohë, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit nuk i komenton mosmarrëveshjet, por thotë se është duke punuar që kodi të jetë gati. Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit, ITU, nuk i komenton mosmarrëveshjet mes Kosovës e Serbisë për sa i përket kodit telefonik, por nga ky institucion presin që të dyja palët të merren vesh për këtë çështje. Dimitri Leger nga zyra për informim në ITU ka thënë se janë duke punuar që kodi shtetëror për Kosovën të jetë gati. Kur kodi të ndahet nga ITU do të botohet në buletinin dhe webfaqen e ITU-s, siç bëjmë zakonisht. Publikimet bëhen nga data 1 deri më 16 të çdo muaji, ka sqaruar ai. Për kodin Austria ka aplikuar qysh në janar, e në muajin mars ishte paraparë që kodi të ishte në pronësi të Kosovës, por Kosova e Serbia nuk po arrin të merren vesh, edhe pse kanë rënë dakord për këtë marrëveshje. Që nga janari palët janë takuar për këtë çështje, por takimet kanë dështuar nga se Serbia po paraqet kërkesa shtesë. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka përmendur disa kërkesa të Serbisë të dala nga takimi i fundit mbi 20 orësh në Bruksel. Serbia përkatësisht ka kërkuar që kjo kompania e re e cila është regjistruar në Kosovë të marrë frekuenca nga Arkepi për te asaj që ka lejohet me marrëveshjen e Brukselit, dhe delegacioni jonë, përkatësisht Arkepi, dha përgjigjen se kërkesat e palës serbe shkojnë për te marrëveshjes dhe siç e dini kjo kompani e re do të marrë një licencë përkohshme dhe të kufizuar. U përpoq që të konsideroj asetet e telefonisë fikse. Por Serbia ka edhe një obligim tjetër pasi të dyja palët të rimerren vesh për kodin shtetëror. Serbia duhet të dërgojë një letër ITU-s me cilën do të thotë se nuk e pengon që Kosova ta marrë kodin shtetëror telefonik. Në mungesë të cilit që nga pas lufta, buxheti i shtetit është dëmtuar mbi 200 milion euro. Tahiri ka sqaruar se për kodin do të takohen në Bruksel në fillim të shtatorit. Tribuna Channel merr vesh se pala serbe ka insistuar që thirrjet e operatorit të ri, i cili do të shërbejë si rrjedhojë marrëveshjes, të trajtohen si thirrje lokale, duke mos shtypur fare kodin ndërkombëtar. Pra që thirrjet të trajtohen si lokale dhe të mos ketë fare roaming. Kjo do të dëmtonte shumë dy operatorët në vend, pasi operatori i ri do të kishte shumë përparësi kashitëre.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është në fazën e finalizimit të dokumentacionit që siguron antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të tregtisë. Zyrtar nga kjo ministri theksojnë se nuk ka pasur vonesë në procesin e aplikimit, pasi janë duke ndjekur me kujdes të gjitha procedurat e aplikimit në përputhje me rregullat e OBT-s. Mirë po ata nuk japin një datë se kur do të mund të ndodhë një gjë e tillë. Kosova është në fazën e finalizimit të dokumentacionit për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Mirë po ende nuk dihet nëse kjo gjë do të ndodhë gjatë këtij viti. Kjo për shkak se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është ende duke përgatitur dokumentacionin memorandumin mbi regjimin e tregtisë së jashtme sipas rregullave të organizatës botërore të tregtisë. Sipas MTI, nuk ka vonesa në procesin e aplikimit pasi që aplikimi po përgatitet me një lobim cilësor, i cili do të sigurojë mbështetje të gjerë nga vendet anëtare të OBT-s. Me qenë se dokumentacioni dhe materialet e lartë përmendura janë mjaft komplekse dhe përmbajnë informata të shumta dhe specifike nga fusha e tregtisë, doganes, tatimeve, bujqësisë e të tjerë, është nevojshme që të përgatiten me kujdes nga MTI në bashkëpunim me të gjitha institucionet tona dhe partnerët ndërkombëtar me të cilët po bashkëpunojmë. Prandaj konsiderojmë se nuk ka ndonjë vonesë në procesin e aplikimit dhe se jemi duke i ndjekur të gjitha procedurat siç parashihet me rregullat e OBT-s. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë për televizionin. Haki Shatri, ish ministri i financave, njohes si ekonomist, thotë se antarësimi i Kosovës në OBT ka anët pozitive të saj, për shkak se do të ndihmonte në imazhin e Kosovës, por ka edhe anët negative. Mendoj që është pozitive në parem antarësimi, por të gjithë duhet të dinë që antarësimi në një institucion ndërkombëtar, organizatë ose institucion tjetër çfarë të qoftë, krijon post benefiteve dhe obligime. Dhe normalisht ekonomia e Kosovës si ekonomia e breshtë me shumë probleme, sidomos në strukturën e qarkullimit ndërkombëtar të mallave, në këtë aspekt ka probleme, sepse na vetëm 12.5% të import të mbulojmë me eksport. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sipas të dhënave të OBT-s, çdo shtet apo territor doganor, duke pasur autonomi të plotë në kryerjen e politikave të saj tregtare, mund të bëhet antar në organizatën botërore të tregtisë, por të gjithë antarët e OBT-s duhet të bien dakord mbi kushtet. Partia e Drejtësisë ka të lashë të brendshme. Nënkryetari i kësaj partie Jeton Sfirca në një konferencë për media jashtë objektit kryesor të këtij subjekti tha se kanë mbajtur një takim me Këshillin e Përgjithshëm, i cili u drejtuan nga ai, pastaj nënkryetaria njëherë është deputetja e kësaj partie Labinota Demi Murtezi dhe sekretari i përgjithshëm Fidan Mustafa. Aty u morën disa vendime. Disa nënkryetar të Partisë së Drejtësisë tanim janë kundër një pjesë të kryesisë. Ata thonë se kanë përkrahjen e një pjesë të Këshillit Drejtues të partisë, këshill ky i cili ka anuluar disa vendime dhe ka shpallur zgjedhjet e brendshme. Nënkryetari i Partisë së Drejtësisë Jeton Sfirca në një konferencë për media jashtë objektit kryesor të këtij subjekti tha se kanë mbajtur një takim me Këshillin e Përgjithshëm, i cili u drejtuan nga ai, pastaj nënkryetaria njëherësh deputetja e kësaj partie, Labinota Dema Murtezi dhe sekretari i përgjithshëm Fidan Mustafa. Sipas tij, ky takim është mbajtur në përputhje me statutin dhe ish përfaqësuesit e 21 degëve të PD-s, përkatësisht 16 kryetar të degëve prej 24 kryetarëve të PD-s dhe 52 antarëve të Këshillit prej 92 antarë sa janë gjithsej. Sipas tij, në këtë takim janë shfuqizuar të gjitha vendimet jo statusore të një pjese të kryesisë së PD-s. Këshilli Drejtues i PD-s ka shfuqizuar vendimin për pezullimin e sekretarit të Partisë së Drejtësisë, si dhe të koordinatorit politik për degë. Në të njëjtën kohë, Këshilli Drejtues i PD-s, për shkak të konstatimit të shkeleve të statutit, ka një pjesë e kryesisë aktuale, ka vendosur që të legjitimoj iniciativën politike brenda Partisë së Drejtësisë për organizimin e kuvendit të jashtëzakonshëm zgjedhor.
Sekretari i Partisë së Drejtësisë Fidan Mustafa tha se nisma për ndryshimin e mendësisë së krijuar viteve të fundit ka për qëllim marrjen e dy vendimeve kryesore në këtë proces, njëra është çështja e demarkacionit dhe asociacionit, ndërsa tjetra është që PD-ja duhet të gjejë një konsenzus politik të brendshëm. PD duhet të gjejë një konsenzus politik të brendshëm. Brenda për brenda ku veprimet politike mos të jenë pasuese po artikuluese brenda për brenda PD-s, e kurse si të bimë në ndikimin e partnerëve politik në vendimarrje. Konsiderojmë se ka kaluar koha që PD të marrë vendime të rëndësishme me përgjegjësi shtetërore nga një kryesi e cila mban mbledhje pa kuron duke injoruar pjesën ndërmuese të strukturave legjitime të Partisë së Drejtësisë. Sekretari i PD-s gjithashtu tha se si parti nuk e kundërshtojnë çështjen e demarkacionit, por e kundërshtojnë formën e paraqitjes së demarkacionit nga ana e qeverisë dhe komisionit shtetëror. Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor gjatë inspektimeve për mbrojtjen e mjedisit është duke hasur në telashe. Përveç problemit të kamotshëm për numrin e vogël të inspektorëve, ky inspektoriat ka problem me komunat dhe gjykatën. Inspektoriati i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor po has në shumë probleme të cilat po vështirësojnë inspektimet në terren. Numri i vogël i inspektorëve, mos aktivizimi i komunave për mbrojtjen e ambientit, vonesa lëndëve në gjykata janë vetëm disa nga problemet me të cilat po ballafaqohet ky inspektoriat. Nga 13 inspektorë sa janë në total në kuadër të mjedisit janë 5 inspektorë të cilët duhet të merren jo vetëm me datës të mëdhenj në nivel qendror, por edhe me datës të nivelit komunal. Inspektori Mustafa Hyseni tregon për Tribuna Channel problemet të cilat po pengojnë procesin e inspektimeve. Për shkak që buxhetore ne i kemi fuzionu dhe kemi bë inspektorati i MMP-s me një krye inspektor. Dhe ne gjithëherë kemi thonë se numri i inspektorëve është i vogël, po kërkesa e jon ka qenë përmes ministrave që komunat të jenë pak më aktive. Inspektori Hyseni tregon për gjobat mandatore deri në 100 euro për ndotësit e ambientit. Mirëpo ai thotë që jo gjithmonë marrin masa ndëshkuese për shkak se gjykatat i kthejnë lëndët si të vjetërsuara. Se problemi tjetër, pos problemet shumëta që ka, shembull rreth organizimeve, rreth efektivitetit ton, edhe gjykata është një nga ato pengesa, sepse nuk i procedon me koland dhe ne na kthejmë për të njëjtat land thotë sisoj, është vjetërsu landa. E udhëheci i organizatës joqeveritare për mbrojtjen e ambientit Green Art Center Lorik Muçaj thotë se mungesa e inspektorëve në përkomuna ka ndikuar në rritjen e ndotjes së ambientit. Zgjidhja vetme për këtë haos që është krijuar në raport me inspektoratet mjedisore është investimi në inspektoratet mjedisore së departamentit e inspektorateve mjedisore brenda pushteteve lokale ose komunave si i quajmë ne. Duhet të veçojmë që komunat me kapacitetet që kanë bëjnë shumë. Ne vetë si shoqëri, si organizatë jo qeveritare, jemi të zhurmshëm dhe kërkojmë nga ta çdo ditë angazhim më të madh, por fatkeqësisht prej mënyrës se si bashkëpunojnë pushteti lokal me atë qendror, ka probleme të shumta. Muçaj fton qytetarët dhe institucionet të bëjnë më shumë në drejtim të mbrojtjes së ambientit. Të dhënat e fundit nga raporti 24 orësh tregojnë se vetëm brenda një dite kanë ndodhur 45 aksidente trafiku, prej të cilave një prej tyre ka përfunduar me fatalitet, 16 kanë përfunduar me persona të lënduar dhe të tjera me dëme materiale. Për të parandaluar aksidentet, policia ka vendosur të aplikojë masa rigoroze ndaj shkelësve të rregullave në rrugë. Policia e Kosovës në bashkëpunim me autoritetet kompetente ligjore ka vendosur që të aplikojë masa rigoroze ndëshkuese ndaj të gjithë atyre që bien në kundërshtim me rregullat dhe procedurat ligjore në komunikacion, me vetmin qëllim për të shmangur rastet e aksidenteve dhe humbjen e jetëve të njerëzve. Të dhënat e fundit nga raporti 24 orësh tregojnë se vetëm brenda një dite ka ndodhur 45 aksidente trafiku, prej të cilat një prej tyre ka përfunduar me fatalitet. 16 kanë përfunduar me persona të lënduar dhe të tjera me dëme materiale. Ndërsa ndaj të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që kanë thyer rregullat e trafikut, policia ka shqiptuar 613 dëgjoba kundërvajtëse.
po me aksidente policia është dashur të merret edhe me raste të dhunës dhe kanosjeve fizike. Kështu në Pej një mashkull ka raportuar se pas një mosmarrëveshje është sulmuar fizikisht nga djali i tij. Ankuesi ka pasur lëndime trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Po në Pej është arrestuar një person pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje kishte sulmuar fizikisht motrën e tij dhe më pas e ka kanosur edhe nënën e tij. I dyshuari ka pasur një urdhër mbrojtës të lëshuar nga gjykata që të mos sulmoj dhe kërcënoj viktimat. Gjatë 24 orëve të fundit nuk ka munguar as aksidente kriminale. Në Leposaviç, njësitë policore kanë ndaluar një kamion Mercedes që drejtohej nga një shqiptar dhe që ishte edhe një pasager, po ashtu shqiptar. Të dyshuarit janë zënë duke kaluar kufirin në mënyrë të kundërligjshme ndërmjet rrugëve dytësore. Gjatë kontrollit në kamion janë gjetur dhe konfiskuar 2 traktora AMT dhe disa mjete pune për bujqësi të përdorura. Pa dokumentacionin përkatës, vlera e të cilave sipas të dyshuarit është rreth 6.670 euro. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Të paktën 35 persona kanë vdekur pasi një autobus me pasagjerë është përplasur me një kamion cistern që shpërtheu në zjarr në jug të Afganistanit. Autoritetet afgane kanë thënë sot se ky aksident ka ndodhur në provincën Zabul, teksa autobusi ishte në rrugën e tij nga Kandahari për në Kabul. Zëdhënësi guvernatorit të Zabulit Gul Islam Sayal ka thënë se më shumë se 25 njerëz të tjerë janë të lënduar rënd dhe disa prej tyre janë në gjendje kritike. Ai ka fajsuar të 2 ngasësit për pakujdesi. Në muajin maj 52 persona humbën jetën në po të njëjtën zonë pasi një autobus dhe një kamion cistern u përplasën. Ushtria turke pretendon më shumë se 100 militantë të Partisë të Punëtorëve të Kurdistanit gjatë përleshjeve me forcat qeveritare ose janë vrarë apo plagosur. Në një deklaratë lëshuar më 3 shtator, ushtria thotë se më shumë se 100 militantë të PPK-s janë neutralizuar gjatë luftimeve, edhe pse nuk është në saktë se sa janë vrarë dhe sa janë plagosur. Kjo shifër e viktimave është më e madhja gjatë një dite në konfliktin në mes të PPK-s dhe forcave turke në vitet e fundit. Kjo deklaratë vjen pasi 11 ushtar turq u vranë dhe 28 të tjerë u plagosën në 2 operacione të ndara ushtarake kundër PPK-s në provincën juglindore të Hakarit dhe në provincën Van. Që prej prishjes së armëpushimit verën e kaluar në mes të PPK-s dhe Ankaras, më shumë se 600 pjesëtar të sigurisë turke dhe mira luftëtar të PPK-s janë vrarë. Qindra civil gjithashtu janë vrarë dhe 10 mira janë zhvendosur gjatë këtyre luftimeve. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojini webfaqen gazetatribuna.com. Ju falenderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.